Gjami të urda. Faleminderit Krysus, faleminderit drejtërisht për sqarimet e nevojshme. Në fakt, unë nuk jam këtu para mikrofonit për të bërë një sugjerim shtesë përveç se të përshëndes gjithë punën e madhe që është bën këtë drejtim. Më ju thonë lirisht me bindje të plotë se aktivitetin tim që 2 vite gjysmë në kuvend që kum bën dhe monitorimin e dikasterëve, më ju thonë që puna më e mirë, më e pëlqyeshme për qytetarëve, edhe më fisnike është bën në sistemin e menaxhimit të detyrimeve. Kam qenë i lumtur para 3 vite, jam në fshat, për u shpërnda në kontinjera, edhe mi po njerëz të lumtur të zumë të mora ata kontinjera, edhe thjesht përveç përqatimit të vlerave evropiane, po dhe synojmë të shkojmë njëkohësisht, kjo ndikon kam ndiku shumë edhe në mbajtjen e mjedisit të atjetës. Prandaj unë i përshëndes çdo njeri që ka marrë pjesë në punën e këtij dokumenti, sidomos rregullore, kuptohet në krye me drejtoreshën, dhe pastaj edhe arbenikën dhe visargashën nga organizata, si dhe çdo anëtar tjetër që ka marrë pjesë në këtë rregullore. T'ju them të drejtën bazë të komunikimeve që i kam pas nashta drejtoresha do ta notoj këtë propozim të vogël, sepse nuk është për kuvend që është mirë del në faqet komunës ndoshta që ka shku shtrirja e menaxhimit të detyrimeve për fshatra, sepse unë kur e postova me numër njerëz që në doboshet s'kan shku edhe me numër njerëz që unë kanë shkuar. Realisht nuk është ashtu. Do të sheh se mund të jetë fshati diku në 7 ose 8, në vazhdim që le të njoftohet direkt edhe zyrtar, pastaj na zyrtar të marrën na anëtarët e kuvend mund ta marrën prej kuvend, prej faqes të komunës dhe ta shpërndajnë sot informat zyrtare. Ne e dim, ose të paktën unë të paktën jam i njoftuar që sistemi i menaxhimit të detyrimeve ka mushtri në krejt territorin e komunës tonë si jetë. Kjo është lajmi më i mirë i mundshëm që qytetari drenasit duhet me ditë. As më e keqja kur një administrator mund shkon edhe thotë pse fshatur nuk ka, kur një administrator është dashur me një njoftuar që ka me kon si vjetë atë ta. Prandaj ju lus let njoftohen njerëz përmes të faqes të komunës edhe na shpërndohen. Përndryshe po tani përgjigjoj gjithë ata që kanë punuar.